ditën e Kiametit, njerëzve do t'i shfaqen të gjitha veprat e tyre. Dhe Allahut nuk i mungon asgjë. Të gjitha veprat do t'i paraqiten njerëzve ditën e Kiametit. Asgjë nuk do të mund t'i fshihet Allahut subhanahu wa taala. Çdo gjë është e detajuar te Allahu. Allahu ka shkruajtës me laçe, të cilat shkruajnë çdo gjë që robi vepron. Dhe çdo gjë është e detajuar te ai subhanahu wa taala. Prandaj ke kujdes çfarë bën, e çfarë vepron, nga se çdo gjë është te Allahu subhanahu wa taala e ruajtur mirë. Mundo të bësh vepra të mira, e largo nga të këqijat. Mos mendo se mund të ikësh Allahut subhanahu wa taala.